është emri i vetëm në Republikën e Shqipërisë sipas gjendjes civile, të paktën deri para një 4 vitesh që unë e kam parë dikush që kishte akses. E hulumtove. Nuk besoj se mund të ketë. Ishte vetëm një vajzë që kishte emrin Azmera. Azmera, po. Pra dhe Azmera. Në fakt nuk ka asnjë lloj origjine, por në fakt është një miksim emrash. I babai tim dhe mamas time. Babi ime ka emrin Azeir, kurse mama ime ka Merushe. Pra dhe është marrë 2 shkronja dhe 3 shkronja nga mami, Azmer. Por me origjinë jemi nga Pazari i Ri, nga Sanxhaku. Pra nga pjesa e luginës së Sanxhakut që njihet ndryshe. Por babai, unë, pra kemi lindur, jemi rritur në qytetin e Fierit, konkretisht në një fshat që është shumë afër me Fierin, i cili quhet Rreth Libofsh, sepse nuk është një emër dhe një mbiemër që e dëgjon shpesh, dhe kjo prapashtesa shpesh herë viç në mbrap, le të themi pak e çuditshme kur e dëgjon le të themi në vendin tonë, por ne duhet të mësohemi pak, sepse si jam unë me mbiemrin Duleviç, ka dhe shumë patriot shqiptar, të cilët janë në Plav, janë Guci, janë në Malzi, janë dhe në territorin e Serbisë, të Bosnjës, të cilët janë shqiptar dhe kanë këtë mbiemër. Më thonë që ti je më populist, më thonë za, pse nuk e ndron mbiemrin? Tani unë kam një identitet timin. Pra, unë kam ngritur dhe unë duhet vlerësohem jo për emrin tim, jo se le të themi jam i bukur apo tingëllon bukur emri im, por unë duhet të gjykohem nga njerëzit në bazë të atyre që unë përfaqësoj dhe mundohem t'i sjell. Dhe nëse njerëzit kanë problem kryesor, si vishem unë, si e kam unë emrin, jam unë me flok apo pa flok, apo i shqetëson mbiemri im, nuk është më problemi im, është problemi i tyre, problemi që kanë ata me veten e tyre.